Rreshtet e dendura të shiut të ditëve të fundit kanë sjellë një përmirësim të ndjeshëm të rezervave hidrike në kaskadën e Drinit, duke ndryshuar ndjeshëm situatën e krijuar nga thatësira e zgjatur. Veçanërisht në hidrocentralin e Firzës, prurjet kanë qenë mjaft të larta gjatë 24 orëve të fundit. Në liçenin e Kuksit janë matur rreth 900 metër kub ujë për sekond, çka ka mundësuar një akumulim të shpejtë të ujit në rezervuarin më të madh hidroenergjetik në vendin tonë. Aktualisht, niveli i ujit mësohet se ka arritur në 272 metra, ndërsa kuota maksimale është 298 metra dhe ajo minimale 248 metra. Ky nivel prej 272 metrash konsiderohet optimal për një prodhim të qëndrueshëm dhe të konsiderueshëm të energjisë elektrike nga 4 agregatet e Hecit të Firzës. Situata përputhet me karakteristika tipike të stinës së vjeshtës dhe dimrit, të cilat zakonisht shoqërohen me rreshje të bollshme dhe rritje të prurjeve të lumenjve. Kujtojmë se vetëm një muaj më parë, kaskada e Drinit shënoi minimumin historik, duke zbuluar madje edhe rënoja të qytetit të vjetër të Kuksit, një tregues i fortë i mungesës së ujit dhe presionit të thatësirave që ushtronte mbi prodhimin energjetik në vendin tonë.